Të dashur vizitor, mirë se vini në Republikën e Kosovës. Ju njoftojmë për të drejtat dhe detyrimet tuaja në lidhje me ligjin për automjetet në Republikën e Kosovës. Ju lutemi vini re. Automjeti i regjistruar në vendin e huaj në pronësi të shtetasit të huaj, me qëndrim të përkohshëm në Kosovë, lejohet të qarkulloj jo më gjatë se 3 muaj nga data e hyrjes në Kosovë. Automjeti i regjistruar në vendin e huaj në pronësi të qytetarit të Kosovës me qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë Kosovës, lejohet të qarkulloj deri 3 muaj nga data e hyrjes në Kosovë. Dhe qytetari i Kosovës duhet të ketë të rregulluar lejen e qëndrimit të përkohshëm ose të përhershëm dhe ta tregojë në çdo rast kur kërkohet nga personi i autorizuar. Automjetin e regjistruar në vendin e huaj në pronësi të qytetarit të Kosovës me qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë Kosovës nuk mund ta drejtojë shtetasi kosovar pa praninë e pronarit dhe as të autorizohet që të qarkullojë me atë mjet në Kosovë. Automjetin e regjistruar në vendin e huaj në pronësi të qytetarit të Kosovës me qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë Kosovës mund ta drejtojë qytetari i Kosovës i cili gjithashtu ka qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm në shtetin prej nga vjen automjeti dhe duhet të posedojë autorizim nga shteti prej të cilit vjen automjeti. Personi i cili nuk e ka të rregulluar qëndrimin e përkohshëm ose të përhershëm nga vendi ku importohet automjeti, lejohet të qarkullojë deri në 8 ditë nga data e hyrjes në Kosovë. Shtetasi i huaj, të cilit i është lejuar qëndrimi i përkohshëm ose i përhershëm në Kosovë, apo qytetari i Kosovës i cili kthehet nga shtetet e huaja, mund të drejtojë automjetin me patent shofer të huaj të vlefshëm deri në 1 vit nga dita e hyrjes në Kosovë. Për detaje të tjera, vizitoni webfaqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Zbatimi i plot fillon me 15 mars 2026.